Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Mustafa dhe në këtë video do të mësojmë së bashku përshëndetjet më të rëndësishme në gjuhën gjermane, të cilat përdoren çdo ditë. Ky është një mësim i thjeshtë dhe i përshtatshëm për nivelin A1, pra për ata që janë fillestar. Nëse po mësoni gjermanisht dhe nuk dini si të përshëndeteni dikë në mënyrë të saktë, kjo video është për ju. Le ta fillojmë me përshëndetje kur takohemi me dikë. Halo, përshëndetje. Kjo është forma më e thjeshtë dhe më e zakonshme për të përshëndetur dikë. Mund të përdoreni në çdo situatë me miq, me koleg apo edhe me persona që nuk i njihni mirë. 2. Guten Morgen. Mirëmëngjes. Kjo përdoret zakonisht në mëngjes deri rreth orës 10 ose 11. Nëse takoni dikë në mëngjes, është shumë e sjellshme që të thuhet Guten Morgen. 3. Guten Tag. Mirëdita. Kjo përshëndetje përdoret nga mesi i ditës, zakonisht pas orës 11 deri në mbrëmje. Është më formale dhe shumë e zakonshme në vende pune apo në dyqane. 4. Guten Abend. Mirëmbrëma. Përdoret pas dite, vonë dhe në mbrëmje, zakonisht pas orës 18. Dhe 5. Servus. Përshëndetje. Kjo përdoret më shumë në jug të Gjermanisë dhe në Austri. Ky është një përshëndetje jo formale dhe përdoret shumë në Bavari dhe Austri. Nëse jetoni në këto zona, do ta dëgjoni shpesh. Tani le të flasim për përshëndetjet kur të ndahemi, kur themi mirupafshim. Në një, Tschüss, mirupafshim. Kjo është një përshëndetje shumë miqësore dhe jo formale. Mund të përdorni me miq, kolegë dhe në situata të përditshme. Në 2, Auf Wiedersehen, mirupafshim, formale. Kjo është forma më formale për të ndarë nga dikush, sidomos në situata zyrtare ose me persona që nuk i njihni. Në 3, Bis bald, shihemi së shpejti. Kjo përdoret kur të takoni dikë përsëri së shpejti, është shumë miqësore. Në 4, Bis später, shihemi më vonë. Dhe në 5, Gute Nacht, natën e mirë. Kjo përdoret vetëm kur dikush po shkon për të fjetur, nuk është për ndarje gjatë ditës, vetëm në mbrëmje vonë ose natën. Tani le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër së bashku. Në një takimi. Halo, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Servus. Largimi. Tschüss, Auf Wiedersehen, Bis bald, Bis später, Gute Nacht. Dhe tani një këshill për praktikë. Mund të praktikoni këtë përshëndetje çdo ditë në punë, në supermarket apo kur flisni me një mik gjerman. Mos keni frikë të gaboni, e rëndësishme është të flisni. Nëse ju pëlqeu ky mësim dhe doni të mësoni më shumë fjalë dhe fraza të thjeshta në gjermanisht, atëherë mos harroni jepi like videos, abonohu në kanalin tim dhe shkruaj në koment unë po mësoj gjermanisht. Faleminderit shumë që më ndoqët. Shihemi në videon tjetër. Tschüss und bis bald.